Qysh me ja bo me burë që nuk e flet që 2 muaj pa ndonjë arsye, nuk e flet, që nuk flet, ndoshta ka për qëllim. Më ul me bisedu me ta, me sqaru çka ka. A ka ndonjë arsye apo jo? Apo thjesht budallëk i insanit? Me pa, me thonë, hajde më kallëzo që kam. Nëse s'ka arsye, atëra është i ngjan fëmijëve. Burri që ka arsye mos mi fol gruas, i kallëzon. Këtë arsye s'po të flas për këtë arsye. Përmirësoje këtë gabim. Ta shohim ku është. Ose çka ka njeri. Thjesht ta kupton 2 muaj nuk flet. Ama nëse ka arsye ti s'po e kallëzon, ajo mesele tjetër. Unë nuk tham tash ai burr është kështu lezitutët e Zotit ai është të bo haram. Jo. Unë po habitem. Nuk mendoj që duhet ketë burr që i thot vetës burr, e të mos shkon mi thonë gruas, unë nuk po të flas për këtë arsye. Qëllimi nuk është thjesht mos me fol, me met Muhammed dhe gruaja dhe familja, çka ka ky njeri, çka bo me ta. Qëllimi është më përmirësu kushdo kohë, gruaja, burri, vllau, djali, vajza, me gjetë një zgjidhje. Nuk është zgjidhje mos mi fol gruas. Edhe nëse si flet, mi kallëzu pse. Ndoshta ajo përmirësohet nëse është gabim. Ama kështu veç unë s'pi foli, hajt po heshti tap më shelegojnë, nuk është në rregull, nuk është alternativë, nuk është rrugë çore pa zgjidhje. Andaj nuk është metodologji profetike kjo, kështu do ma kot mos me i fol gruas. Ti çka me bon dua. Nëse analizoj veten, llogaritë veten, nëse shet diçka në gabim, unë o me përmirësu. Tjerat leja Zotit në dorë, banë sabër dhe doa. Sprov për Allah të të veçel. Nuk them që veç për qëtë shkak, me kërku shkurorzim, me ardër të shkurorzimi, jo. As familjen mos është njëherë në loj. Në të ardhën, inshallah khair. Lusë Allah që mos me pas nevoj me arderi, tek me ndërhyn familja e jote.